Kryetari i Bashkisë së Tiranës Lulzim Basha ka inauguruar përfundimin e punimeve për rikualifikimin urban të bllokut Qemal Stafa në Tiranë, një investim ky prej 47.6 milion lek. Në këtë bllok banimi është rikonstruktuar rrjeti i kanalizimeve të ujrave të bardha dhe të zeza, si dhe janë asfaltuar 6084 m2 rrugë. Këto punime Basha i ka shfrytzuar për të përmendur sërish bllokimin e projekteve të tjera që sipas tij janë bërë bashkisë. Tirana moderne europiane, Shqipëria moderne europiane kërkon punë, jo llogje. Për fat keq, ata që nuk po e ndërtojnë modelin e një Shqipërie europiane, ata që nuk po hapin fronte të reja pune, ata të cilët nuk po përmbushin as shpresat, as pritshmëritë e qytetarëve për një të ardhmë më të mirë, ndihen të kërcënuar nga modeli punës dhe janë përveshur me një propagandë egër dhe me bllokime modelit punës për qytetarët që përfaqëson sot Bashkia e Tiranës. Basha është i bindur se ka kthyer modelin e punës në Bashkinë e Tiranës dhe se sipas tij përveç se në Tiranë këtë model do ta shtrinë në të gjithë Shqipërinë.